vetëm e vetëm për të bërë biznes, por askush s'ka pyetur ose s'pyet për shëndetin e njeriut. Produktet të cilat shiten për mish lope, për mish viçi, ato në asnjë mënyrë nuk ishin ndeshtë me guxu me përmbajt asnjë miligram produkte derrit. Sa herë, unë personalisht, përbesoj edhe gjithë secili për jush, kemi hasur në etiketa të falsifikuara në shumë produkte të mishit apo dhe produkte të tjera. Afat pas afati, çfarë thot Bashkësia Islame e Kosovës se cilat kompani kanë certifikatën halal? Mos me zgjat shumë, po fillojmë me produktet e mishit në Kosovë. Aty ku therrët apo prehet, aty ku çdo gjë bëhet gati deri te klientela. Vetëm e vetëm për të bërë biznes, por askush s'ka pyetur ose s'pyet për shëndetin e njeriut, apo klientelës që blen për ditë në qendrat tregtare të marketeve në Kosovë. Unë mendoj se vend ku dominon popullata muslimane, këtu shiten kryesisht produktet e mishit lopës, ashtu të thëmë edhe të pulët. Pa e përjashtu mundësinë që të shitet mishi i derrit, por mishi i derrit duhet ta ketë gjithsesi vendin e caktuar edhe mbi shkrimin e caktuar, kurse produktet të cilat shiten për mish lope, për mish viçi, ato në asnjë mënyrë nuk ishin ndeshtë me guxu me përmbajt asnjë miligram produkte derrit. Unë, si qytetar, jam shumë i shqetësuar, kam informacione që disa kompani importuese të mishit kanë importuar mish derrit edhe kanë shit për mish viçi. Këtë punë duhet ta gjërmoj dikush me shumë seriozitet. Këto shifra, këto dhona janë ne për doganat e Kosovës. Sa mish derrit hyn në Kosovë, që do të ishte legjitime, por sa mish shitet si mish derrit, mandej ndrohet destinacioni, ndrohet emërtimi, edhe ata shitet për një mish tjetër. Ajo është shumë e ndaluar, ajo është shumë e rrezikshme, edhe jo njerëzore, jo humane, edhe antiligjore. Me të thonë shumë sinqert, unë mendoj edhe shumica e qytetarëve tjerë, më tepër i kontrollojmë ty mundu me po a janë me afate me gjona, e në raste caktuar njerëz mund të hasin tani edhe ato imsina, sepse unë nuk jam laborator. Nëse nuk i shkruan aty se ka përbomje derrit, unë si mund ta di që ka përbomje? Nuk i shkruan. Unë mendoj logjikon që ata nuk i shkruajnë. Nuk ka këtë punë duhet ta bëja UKU, organet kompetente. Gjithmonë ty e cek që nuk e përjashtoj unë mundësinë, as nuk them mos e sjell këtu në market, dhe të sillin, por do të jetë i emërtuar, i caktuar sakt produkt derri. Kontrollojnë i këqyrën kur t'i blejna, se për shembull qëre ata që janë të plotësuar, na që jena si musliman, edhe qëfse unë jam i plotësuar në zemër muslimanizmit, unë e këqyri nuk e has se feja jeme ndaljan me hangër ata, ose qatë vjam thijot, ose qa ko diçka. A ata për shembull shumica, ata shumë mi u thona, ata për shembull që i thojnë vetit musliman, edhe nuk është musliman sa duhet, ai nuk e këqyr. Ai e mere, ja jep thmis vete, ha vetë edhe se këqyr heq. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë me ligjet e aplikueshme në Kosovë nuk ka për obligim ligjor që të kontrolloj produktet në aspektin e certifikatës halal. E po ashtu nuk kemi autoritete që e lëshojmë këtë certifikat. Nuk e dim a ka kompani të licencume, private apo të akreditume, të cilat bëjnë kontrollin, licencimin, aprovimin apo lëshimin e certifikatës halal për kompanitë. Ne si autoritet i kontrollojmë të gjitha produktet në aspektin e sigurisë, por edhe me kushtetut edhe me ligjet aplikueshme në Kosovë, të gjithë operatorët e biznesit, prodhues për punues, produkte ushqimore, do thotë çdo ushqim që del në treg ka për obligim që t'i shënojë gjithë përbërësit që gjenden në produkt, dhe jo i keni pa një pjesë e produkteve e kanë të mbishkruar që nuk kanë përbërje të mishit derrit apo yndyrës që nuk është në produkt, të tjerat e kanë. Për ne si autoritet, çdo produkt pa marrë parasysh në kriterin e kësaj certifikate duhet jetë i sigurt për konsum dhe duhet jetë duke u tregtuar në respektim të bazës ligjore në Kosovë.